Gashi, ndërruar e stabiliteti. Të ndëruar të gjithë të pranishëm, ju qytetarë të dashur të Ravecit, vleni në emrin tim personal dhe të qeverisë e Republikës e Kosovës, të ju përshëndes në këtë takim bashkëbisedimi, që nuk po ndodhe rastësisht sot, që nuk është takimi parë që po ndodh i nivelit të tillë, sepse takimet e tilla kemi pasur edhe vitet e kaluara disa herë. Prandaj edhe kemi ndërtuar një partneritet të qëndrueshëm, e kemi ndërtuar një besim reciprok. Përshëndetje, falenderoj shumë për besimin tuaj dhe të ditë në kohë edhe ne, si Qeveria e Republikës e Kosovës, Ministria e Policisë, është munduar maksimalisht që t'jetë sa më afër jush, sa më afër realizimit të nevojave dhe kërkesave tuaja. Prandaj edhe sot organizimi i këtij takimi nga kryetari Vahapi, Ministria e Policisë dhe pjesëmarrja e jonë është mesazhi më i mirë që të po dëshmojmë se ne duam që të ecim bashkërisht përpara, që jemi në mesin e njerëzve me punëtor, lirisht mund të them, në Kosovë, ne takohemi me kategoritë ndryshme të shoqërisë kosovare, por këto takime për mua personalisht, veçanti me ju, vëreshtar të nderuar, është një emocion i veçantë, sepse e njoh punën tuaj me ndjesën e madhe të cilën ju e dërni për t'i punuar breshtat tokën tuaj. Edhe ky takim të nderuar të pranishëm vjen pas konsultave që kemi zhvilluar me shoqatën e vëreshtarëve, zotin Hysem Sanziva, gjithashtu me bashkëtorët e tij, dhe kemi diskutuar për nevojat, kërkesat, shqetësimet, hallet, problemet që ju i keni. Kemi diskutuar në takimet e mbyllura. Prandaj dhe ka qenë iniciativë që të takohemi kështu bashkërisht, të takohemi në mënyrë pak më të gjerë, të bashkëbisedojmë, por edhe të shohim edhe mundësitë më të mira që të jemi sa më afër jush, që institucionet dhe shteti të jetë në shërbim tuaj. Prandaj në këto rrethana të reja krejt për shtetin e Kosovës, kur po e konsolidojmë dhe forcojmë çdo ditë më tepër, kur kemi siguruar mbi 100 njohje ndërkombëtare për shtetin tonë, më tepër se gjysma e shteteve të organizatës së kombëve të bashkuara. Tani kur edhe veç qytetarët, po dhe partnerët tanë, po njihen mirë dhe krenar me suksesin e shtetit e Kosovës, tani kur po afrojmë vendin tonë për të integruar edhe në NATO dhe Bashkimin Evropian, por edhe në organizatën e kombëve të bashkuara, tani kur po ndërtojmë infrastrukturë më moderne në rajon, kur po ndryshojmë vendin tonë për të mirë, kur po punojmë maksimalisht për Kosovën e re, Kosovën evropiane me Ravecin evropian, ka mbetur që të punohet edhe më tepër në zhvillimin e vendit, në zhvillimin edhe të Ravecit. Por, çdo rajon në Kosovë ka specifikat e veta, si që ka specifikat e veta edhe Raveci. Unë edhe emocionalisht jemi lidhur me qytetin e Ravecit me sakrificën tuaj, para se cilës edhe përulem edhe personalisht. Por të njëjtën kohë, përulem edhe para punës suaj që ju e bëni, edhe si individ, si qytetar, si familje dhe si bashkësi. Natyrisht, gjithmonë jemi të vetëdijshëm se duhet edhe më tepër që të investojmë edhe më tepër, e përmendi edhe Ministri Stabileci, por në të njëjtën kohë që të punojmë edhe më tepër për krijimin e vendeve të reja të punës. Kështu që ky takim ka ardhur edhe një herë theksoj se rezultat edhe i bashkëpunimit ngushtë me shoqatën e vëreshtarëve dhe me iniciativën e kryetarit Idris Vahapi, që takohemi e në të njëjtën kohë ne edhe me herët ju i dini deklarimet tona
se ne do jemi afër vreshtarëve, do t'i dëgjojmë dhe natyrisht se do t'i ndihmojmë maksimalisht. Janë të njohur edhe qëndrimet e vendimet tona edhe më herët, edhe në vitet e kaluara, por ajo çka sonte do dëshiroj këtu të potencoj dhe të shpreh para jush, të prezantoj para jush, është edhe vendimi i fundit që kemi marrë si Qeveria e Republikës e Kosovës dhe theksoj gjithmonë pas insistimit dhe konsultave me kryetarin e hapit dhe me shoqatën e vreshtarëve, është që Qeveria e Republikës e Kosovës për vitin 2014 çdo vreshtari që ka një hektar vreshtar, një hektar vreshta për çdo hektar vreshta, pra Qeveria e Republikës së Kosovës do t'ju paguajë nga 500 euro. E kam deklaruar edhe me herët, ndokush ka mujt me thonë që ta është e realizueshme, s'është e realizueshme, e kemi deklaruar edhe publikisht, prandaj unë pas dëshirë që edhe këtë vendim të ja prezentoj juve, sepse edhe ju duam, edhe ju respektojmë, edhe ju besojmë, edhe i meritoni. Prandaj do jemi me ju vazhdimisht, do jemi me ju kurdoherë, në çdo veprim, meritoni edhe më shumë, por këtë mundësi do thotë që për çdo hektar vreshta të paguhet nga 500 euro. Dërsa unë besoj që edhe në vitet e ardhshme, kjo është për vitin 2014, dërsa për 4 vitet e ardhshme besoj me kryetarëve hapin, kështu kemi vazhduar edhe më tepër. Si kryetari i Avetit, natyrisht. Atëherë unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj, për mirëpritjen tuaj, për besimin tuaj, për gjithçka. Urime, suksese për të gjithë ju, si qytetar, si familje, Zoti të Kovravecin dhe qytetarët e saj. Faleminderit shumë. Jo për vitin 2014. Kështu që e falenderoj kujtojnë me hapi për sqarimin, po na njerëz jemi dhe natyrisht e bëjmë edhe në elshim dhe artikulim, po nga viti 2013 nga si vjen për çdo hektar vreshta që punohet do të paguhen nga Qeveria e Republikës së Kosovës nga 500 euro. Faleminderit shumë. Ministër, faleminderit shumë. Të nderuar qytetarë të komunës së Ravecit, ne kemi bisedu edhe për fusha tjera të bujqësisë. Unë besoj që kryeministri bashkë me ministrin tu edhe ne, qytetarët e komunës së Ravecit, atë pjesën që kemi nga rrafshi i Drinit të Bardh, shpejt shpresoj se do ta shohim me sera pjesën më të madhe të tokës në mbulume, sikur që është komuna Mamushës atje. Besoj shumë në përkrahjen e kryeministrit dhe institucioneve qendrore të Republikës së Kosovës dhe përveç kësaj ju dini se nga viti 2009 subvencionet janë dhënë edhe për blegtori dhe ato vetëm sot të fuqizohen, do të rriten, domethënë kemi filluar vitin 2009 me një shumë sasi caktuar që dihet, po besoj që ministria dhe qeveria do të përkujdesen që edhe ajo fushë të përkrahet më shumë. Ne duhet ta dimë se duhet shpejtojmë, derisa Kosova është para antarësimit në Bashkimin Evropian, duhet të ecin në gjitha fushat e bujqësisë, të shtojmë sipërfaqet me vreshta, me perime, me blegtori, pastaj numrin e blegtorisë e tjera, sepse pastaj janë kritera tjera që prandaj në këtë kohë na pret punë e madhe edhe institucionet lokale dhe ato qendrore që
t'i plotësojmë disa kritere në radhë, por t'i plotësojmë nevojat tona, pastaj edhe nëse pse jo kushtet janë të gjitha që prodhojmë edhe për eksport. Lejoni t'ju them që ne do të kujdesemi që komuna Rovecit jetë një komunë ekologjike e pastër, për faktin se pasi ne prodhojmë produkte ushqimore, atëherë këtu nuk duhet me pas ndodhje të natyrave ndryshme, prandaj bashkarisht do të përkujdesemi edhe në këtë drejtim që komuna Rovecit jetë një komunë ekologjike.